sensacional. Dios mío. Shikues të nderuam, tash pak para orës 12 operacioni i prokurisë së Mitrovicës dhe policisë të Kosovës për shkatrimin e rrjeteve të basteve në rajonin e Mitrovicës, Vushtrës dhe Skenderajt ka përfundu. Janë 10 të arrestuar, të cilët deri në këto momente janë në stacionet e policisë duke u intervistuar dhe duke u sfiduar me prova të cilat i ka grumbulluar prokuria deri më tani për ta. Pra po flasim për një hetim i cili ka zgjatur për disa muaj dhe në cilën janë grumbulluar prova shumë të rëndësishme të cilat dëshmojnë për rrjetin e basteve i cili ka qenë i zhvilluar në këtë zonë. Çka janë disa prej detajeve të cilat kemi mri me kuptu prej dosjes të cilën e kemi lexuar të prokurisë së shtetit për këtë grup, janë disa elemente shumë të rëndësishme të cilat shpërfaqin një skemë bukur të organizuar të lojrave të fatit. Ajo që ka duhet me kuptu në këtë rast fillimisht është që pjesa kryesore e njerëzve të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë rast dhe të cilët në këto momente ndodhen në stacionin e policisë duke u intervistu, janë ish pronarë të bastoreve të cilat para hyrjes në fuqi të ligjit i cili ndalonte bastet, kanë qenë pronarë legal të bastoreve të cilat kanë operuar në Kosovë. Pra, çka është më rëndësishme u kuptu në këtë rast edhe në këtë situatë që pronarët legal tashmë janë shndruar në pronar ilegal të basteve të cilat kryesisht në këtë zonë, shikues të nderuam, tash janë duke u zhvilluar në formatin online. Pra, prej sistemit i cili ka qenë fillimisht me aparate dhe me mjetet e tjera të cilat luaj bigjozi, tashmë krejt industria është shndruar në një industri online e cila zhvillohet duke përdorur telefon, iPad apo kompjuter. Po, çka janë më rëndësi, shikues të nderuam, prej dosjes të cilën e kemi lexuar në këtë situatë janë disa rrethana të tjera. Prokuria ka mri me siguru disa prova që disa prej akterëve të cilët janë të përfshirë në këtë rast kanë pas disa udhëtime në drejtim të Maltës, pra të shtetit të Maltës. Atje dyshohet që këta kanë qenë pjesë në rrjeti i cili organizon lojra të fatit online, kryesisht duke ofruar mundësi si software të ndryshëm të cilët pastaj shfrytëzohen për mi organizu bastet online. Në dosjen e prokurisë që unë sot e kam para vetes, tregohet qartë se si funksionon skema. Pra, nëse mbikëqyret prej jashtë, skema është kryesisht një skemë e cila zhvillohet në software online, në të cilët lojtarët krijojnë user apo llogaritë të cilat më pas përdoren për të zhvilluar lojën e bastit. Ajo çka është shumë e rëndësishme është që për me zhvillu krejt këtë skemë, duhet me pas një industri e cila i përpunon parat. Pra duhet me pas një industri e cila i pranon mjetet apo financat cash në një zonë dhe pastaj menaxheri i llogarisë apo pronari i llogarisë i vendos ato në llogarinë e personit tjetër. Kjo skemë, shikues të nderuam, është zhvilluar në shumicën e lokaleve të cilat janë bastisë sonte prej policisë Kosovës me urdhër të prokurisë. Pra, çysh ka funksionuar sistemi është që kamarierët apo edhe pronarët e lokaleve kanë komunikuar me klientët dhe në momentin kur ata janë fut në lokale, ata kanë kërkuar mbushje të llogarive prej 5, 10, 50, 100 apo edhe më shumë euro të cilat pastaj janë vendosur në llogaritë e tyre online. Në momentet kur mjetet janë vendosur në llogaritë online dhe pronari ka pranuar mjetet, lojtarët kanë pas mundësi me zhvillu baste online në sporte të ndryshme, pra futboll, basketboll, po edhe në lojrat e tjera të fatit, pra në lojrat siç janë kazinat. Në rast se personat kanë fitu mjetet financiare duke zhvillu lojrat e fatit, atëherë ata janë kthy tek lokali dhe kanë mrimi arktu mjetet në cash. Pra, krejt veprimtaria zhvillohet duke e përdor një person i cili është sekser dhe i cili pranon paret dhe më pas në rast të fitimit edhe i dorëzon mjetet tek personat të ndryshëm. Sa është e madhe kjo veprimtari, na tregon edhe niveli i operacionit të sotëm. Pra, kemi 10 lokale të cilat janë bastisë dhe të njëjtat kanë qenë të vendosura në perimetra shumë të vogël, siç e kemi thënë deri më tash, në më pak se 1 kilometër rrugë të Vushtrës janë më shumë se 5 lokale të cilat e kanë zhvilluar këtë veprimtari. Po çka është më interesant shikues të nderuar në këtë dosje është që policia i ka mbikëqyrë dhe i ka vëzhgu këto objekte dhe ka mri me siguru të dhëna se sa persona futen brenda këtyre lokaleve. Pra, sa është niveli i njerëzve të cilët luajnë në këto lokale dhe në njërin prej rasteve në Vushtrë të cilën prokuroria e përshkruan në dosje, tregohet që për 1 orë e 20 minuta
ma shumë se 12 lojtarë janë fut brenda lokalit dhe kanë lujt apo kanë pagu mjete për llogaritë e tyre online. Pra, kjo tregon që klientela e këtyre lokaleve shkon me qindra njerëz brenda ditës. Dhe kur flasim për numër kaq të madh të lokaleve, na del që zona ka qenë me shumë njerëz të cilët kanë varësi prej basteve dhe kanë shpenzu qindra mijëra euro për me zhvillu lojën e fatit. Mas ne shikues të nderuar, një element tjetër i cili po ashtu na del prej dosjes është fakti që përpos lokaleve, sistemi online ka mundësu që llogaritë me qenë tërësisht të përdorshme në sistemin online dhe mjetet me u transferu pa pas nevojë edhe me pas komunikim fizik. Pra, në faqen tjetër dosjes, neve na përshkruhet një situatë shumë e rëndësishme, e cila është në mrim me u zbulu për shkak të komunikimeve elektronike të cilat prokuroria i ka mbikëqyrë gjatë kësaj kohe. Në këtë situatë tregohet që njerëzit e cilët i kanë organizu baste, pra këta që kanë pas juzerat kryesorë dhe cilët kanë pas mundësinë një dërgu mjete personave të tjerë, kanë punu edhe gjatë natës, pra kanë punu edhe pas orës 12 natës. Në këtë situatë, personat e cilët kanë qenë të varur prej basteve, pas orës 12 të natës kanë kërku mbushje në llogaritë të caktuara. Për shembull, në një rast të cilën unë kam para vetes, një person fillon me lujt baste online diku pas orës 12 të natës. Dhe fillimisht personi, sipas përgjimeve të cilat i ka prokuroria në dosjen e vet, kërkon një mbushje me 20 euro prej personit tjetër. Në këto situata, shikues të nderuar, e tërë veprimtaria zhvillohet në një mirëbesim. Pra, personi i liron mjetet tek llogaria me mirëbesimin që të nesërmen parë do të deponohen cash tek personi në fjalë. Prej dosjes, shikues të nderuar, tregohet që personi i cili është një person i varur prej basteve ilegale, ai vazhdon gjatë tërë natës të luj bastore dhe në fund, në ora 5 të mëngjesit, borxhi i tij dhe kërkesat e tij arrin në më shumë se 150 euro brenda më pak se 5 orëve lojë. Dhe në këtë situatë, neve na del një problem tjetër, ku personi pastaj nis edhe të kërkoj një pjesë të madhe dhe të zotohet që mjetet do t'i paguaj shumë shpejt tek personi tjetër. Në situatat të caktuara, shikues të nderuar, në këtë dosje ka borxhe të cilat shkojnë deri në 8.000 euro të cilat janë zhvillu duke përdorur këtë skemë dhe pronarët e llogarive në situata të caktuara janë përgju duke bë edhe presion për kthimin e borxheve, e në situata të caktuara kthimi i borxheve është zotu me fjalë të cilat siç përshkruhen në dosje, personat janë zotu që do të kenë do t'i përdorin edhe pagat e tyre për memrimi i këtyre borxheve të cilat i kanë pas të organizatorët e kazinove. Kjo dosje, shikues të nderuar, ka qindra përgjigje të kësaj natyre dhe qindra dhe dhjetra njerëz të cilët në vazhdimsi kanë kërku mjete financiare në këtë pjesë. Po ashtu ka dhe dosje dhe situata dhe përgjigje të tjera të cilat janë zhvilluar prej lokaleve brenda, e cilat tregojnë se veprimtaria në këto zona ishte zhvilluar pa pengu dhe kishte pasur situata ku klientët i kanë kërku kamarierit mbushjen e llogarive në hapësira të hapura, siç dëshmohet në njërin prej situatave ku policia hetues kishte qenë në vendin e ngjarjes dhe kishte qenë aktiv në përgjigjemin e masave të mëshefta. Aty dëshmohet që personat të cilët kanë luajtur baste kanë bërë thirrje, ngjashëm sikur kërkohen makiatot tek kamarieri që të marrin mbushje të dhjetëve ose që të marrin mbushje të festëve për me tregu këtë situatë. Kjo na dëshmon, sikur të nderuam, që në këto 3 qytete ka pasur më shumë se 10 lokale në të cilat janë zhvilluar këto veprimtari dhe ka qindra viktima të cilët kanë humbur shumë mjete financiare duke qenë viktima të kësaj veprimtarie. Tash, shikues të nderuar, personat të cilët janë të arrestuar do të procedohen penalisht sipas ligjit duke shfrytzuar mjetet juridike.